Pasmi ndodhet shkolla Vis Shota në Togës të Librazhdit, edhe pse shumë pranë qytetit, kjo shkollë nuk ofron as kushtet minimale për zhvillimin e mësimit. Banorët shprehin se vazhdimisht kanë kërkuar rikonstruksionin e shkollës, por edhe pse ka 2 vite që premtohet, nuk është bërë akoma. Banjët janë të bllokuara, muret janë të çara, tarët janë të kalbura gjitha. Super keq. Çka ka banjët janë fare? Ndërkohë që gjendja paraqitet e tillë, për kryeplakun e fshatit Fqinj, kjo shkollë është brenda standardeve dhe është investuar 10 vitet e fundit. Në që është në kushtet optimale për... Të thash unë nuk e kam himra, nuk e kam pa. Po një shkollë keqe nuk është, tash është bo. Do i mirëmbajtje, do ta mirëmbajmë. Po jesë është një shkollë jashtë standardit, nuk është. Se ka më keqe për fshatra të tjera në lart ka. Unë di që shkollë e mirë, edhe 10 vjet ka që është bo. Nuk është një shkollë e vjetër, e amortizuar. Kanë edhe vetë ishit siç e pad, shkolla jonë është shumë e shkatruar. Rreqë rrjedh, sipër, rrjedh çatia komplet. Ankohen fëmijët nga ftofti. Tërdimrin theth fëmijët duke mbështjell. Çfarë më thon bashkisë? Bashkia ka qenë, ka pa. Do bëjmë, do rregullojmë thonë, asgjë. Gjenaf. Tër ky fshat këtu, me atë shkollë. Ajo shkollë ka qenë shkolla më e mirë e Librazhdit. Ka nxjerr kuadra, njerëz të mirë, politikan. Është vendi më i preferuar i Librazhdit, shkolla Togës. Kjo është lagja numër 1 e qytetit në kohën e Enver Hoxhës. 100 herë më mirë në kohën e Enver Hoxhës se këta. Këta 7 i fusin xhep, një japi shkollës. Nga ana tjetër, shkollat brenda qytetit të Librazhdit hasin problematika të tjera. Ndërtesat e gjimnazit të shkollës nëntëvjeçare janë të rikonstruktuara, por infrastruktura teknologjike mbetet e kufizuar. Për shkak të mungesës së ambienteve, klasat e gjimnazit zhvillojnë shpesh orën e informatikës në shkollën nëntëvjeçare. Aty është në përdorim vetëm një sallë informatike, e cila duhet i shërbente vetëm klasave fillore, por aktualisht shfrytëzohet nga të gjithë nxënësit.